Mbyllja e vitit po e përballë repartin e pediatrisë në Spitalin Rajonal të Shkodrës me një fluks të vizitave por dhe shtrimeve të vegjelve si pasojë e virozave të stinës. Mjekja pediatre Manjola Shpori tregon se numri vizitave arrin deri në 150 në ditë, madje në raste të caktuara kjo shifër tejkalohet. Tipike për këtë situatë mbetet temperatura shumë e lartë tek fëmijët. Situata në pediatri është një situatë e cila përkon me periudhën epidemiologjike në cilën jena, domethënë përkon me virozat të stinës, të cilat janë në rritje. Numri i vizitave është shtuar shumë, mund shkojnë deri në 100-150 vizita në ditë, madje edhe më tepër në raste të caktuara. Kryesisht në dominim kemi simptomat e virozave të stinës, pra temperaturat larta plus minus praninë e shenjave të traktit sipër respirator, hund, rruf, koll, prekje të veshit dhe komplikacionet e këtyre virozave të cilat janë bronkopneumonit, pneumonit, të cilat ndonjëherë përfundojnë të shtrohen dhe në spital. Tipike e kësaj situate virale është temperatura shumë e lartë, me vlera 39-40, e cila është shumë rezistente ndaj antipiretikëve, dhe kërkon durim dhe bashkëpunim me prindin për trajtimin e kësaj situate. Jo vetëm vizitat ditore, por edhe shtrimet janë më të larta se nga periudha tjetër e vitit, ku në pediatri aktualisht gjenden 17 fëmijë të shtruar. Konsultat me mjekun janë të nevojshme, por një situatë e cila zgjat disa ditë dhe duhet që të ketë një bashkëpunim midis prindit dhe mjekut. Aktualisht janë rreth 17 fëmijë të shtruar, gjithnjë domethënë duke qenë se është prak festa dhe tentojnë me minimizu ditët e qëndrimit në spital, pasi marrin, qetësohen pak përkohësisht dhe metin në spital vetëm ato që kanë detyrimisht nevojë për shtrime dhe për me marrë terapi intensive intraven. Ndonse në Shqipëri këtë fundjetori u shfaq rasti i parë i fruthit, në Shkodër fatmirësisht nuk ka asnjë situatë të tillë shqetësuese. Mjekja Shpori bën apel për kujdes të shtuar dhe familjet me fëmijë të vegjël të mos hezitojnë të kryejnë vaksinat.